Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në episodin e radhës në Vibe. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj të ftuarin e parë ish banor të Ferma VIP, Ervin Kapaj. Mirë se erdhe Ervin Kapaj. Mirë se u gjeve. Falenderoj që pranove të jesh pjesë e Vibe-it. Faleminderit juve. Para 3 ditësh ka qenë finalja e Ferma VIP. Po. Si e përjetove, si e prite? Po mirë, ishte e veçantë, prite kush do fitonte. Kush? Ai që fitoi. Mu pëlqefi që miku im Bujaka shkoi në finale. Dhe këndshëm ishte, sado që kishte pak vibrim, xhelozira, po. Xhelozira nga ana kujt? Po tani të gjithë duan të fitojnë. Ti ke qenë mbështetës i Mozës? Po. Dua të di cilat ishin emocionet e para kur u shpall fituesja. Kush unë? Po s'kisha emocione se nuk është. Jo, atmosfera nga të gjithë, se Moza u duk sikur s'përjetoi ndonjë emocion. Po ndoshta ajo e priste fitoren dhe nuk kishte çat të festonte, ishte para përgatitur për atë finale. Kështu që ajo dinte, ndjente dhe e meritonte. Ke pasur takim me Mozën pas finales? Po u takuam te Prajmi. Që bëm brava, u takuam te festa. Europa dhe mu bë shumë qef. A mendon se marrëdhënia juaj do të zgjasë tani pas Fermës? Mendoj se po, sepse është një person me botë, i njeh njerëzit që ka patur afër, ata që kanë vlera dhe unë pi pjesë tek ata, mendoj që po. Edhe mua më pëlqen mindseti që ka ajo dhe botë kuptimi që ka, kështu që pse mos ta kesh një Moza në jetën tënde. Pse mendon se publiku lidh kaq shumë me Mozën? Për atë që ajo transmetoi, për thjeshtësinë, për mesazhet, për thellësinë, sepse jemi lodhur duke parë gjithmonë personazhe bullizuese, ofenduese, kurse ajo perceptoi diçka ndryshe. Me që the jemi lodhur. Diçka të prekshme nga njerëzit dhe biseda, koncepte të bukura, reale dhe të thella. Me që the jemi lodhur nga personazhe që bullizojnë. Cili ka qenë ai personazh që ka bullizuar më shumë në Ferma VIP? E kush mund të jetë tjetër? Nuk e di. Përveç Ilirit. Ke marrëdhënie me Ilirin ti? Kam patur, ka qenë pjesë e shoqërisë time, me miku im, po tani nuk është më. S'ka si të jetë më, sepse sado që jemi në lojë, kur ke një miqësi, njeriu do bëj lojën, po para do të harrojë edhe miqësinë. Ose të mund thotë që në fillim që ne jemi në lojë, nuk njihemi, ti në lojën tënde, në lojën time dhe nuk ka pse të thotë aty brenda në lojë që të kam mik, të kam zemër, ne jemi miq që nga jashtë dhe pastaj të çon në nominim. Kalojmë pak tek ti. Pse mendon se dola aq shpejt nga Ferma? Po se di asum se dola, sepse u përpoqja dhe kisha bërë shumë dinamika, shumë lojë, u mundova shumë. Po tani ndoshta është me fat ndonjëherë, nuk mjafton vetëm ajo loja që bën. U zgënjeva? Po, nuk u zgënjeva, mendoj se dola fikse, po ndoshta po të kisha nditur më shumë. Në momentin e parë po, është pak zgënjës, por trupi im ndjente që duhet dilte që aty. Se ne kemi ndjesitë që përdorim mendjen, përdorim atë ndjesi që na jep trupi. Po sepse do dilja nga vetja dhe për atë që unë kam ndërtuar në jetë, për punën, për familjen që përfaqësoj, nuk është e mirë që të dalësh nga vetja dhe të jap ato antivlera që mund të japësh në momente dobësie. Dhe unë gjithmonë kam dashur që të përfaqësoj njerëzit që më rrethojnë dhe bashkëpunëtorët e mi që punojnë në një lloj mënyre që të jenë krenar për mua, jo të thonë me kë punojmë ose çfarë babi kemi ose prindërit e mi të i zgënjeja. Unë ai jam dhe jashtë lojës edhe në lojë, kështu që jam krenar për atë që kam bërë dhe mund të rish dhe 2 muaj, mund të rish dhe 2 javë, po varet sa thellë shkon. Kështu që më pak se ndeta mendoj që ishte shumë mirë për mua. Cili ka qenë momenti më i vështirë aty brenda? Momenti më i vështirë kur vendosa të futesha, sepse ishte domethënë asnjë ditë kohë që unë e mora vendimin një ditë para. Dhe ditët e para sepse ishte një lojë që ishte krijuar dhe kupton kur loja ka filluar është shumë e vështirë për njëri që të fillojë të kap dinamikat, të krijojë aleanca, të përshtatet, të njohë mentalitetet, të krijojë një strategji. Dhe pikërisht kjo nuk pata kohë që ta krijoja këtë strategji dhe sapo njihja personat e tjerë, personazhet aty mori ta të pjesën. Cili ishte personi që ta mbushi mendjen që të futesh në Ferma VIP?
Ermal Mamaçi. Është miku im, familjar i ngushtë, dhe ai më tha ti mund ta bësh këtë. I thash po jam në punë, kam punët e mia. Pse mos ta provosh eksperiencë dhe e provova. Cili ishte qëllimi yt i parë kur vendose të futesh? Nuk u futa për të fituar, u futa duhet të testoja veten time. Se secili nga një mendon se e njeh veten dhe po duhet ta testosh, shikosh dhe ajo është një forcë psikologjike, qetësie, vlerësimi dhe një lloj qasje që ti ke kundrejt tjerëve. Edhe kjo ishte ajo aftësia që tregon që je pjekur mjaftueshëm që ta njohësh veten e ti në një nivel me të tjerët. Dhe kjo ishte ajo, duhet të shikoj veten në një ambient të filluar nga zero, ku s'e njeh as njëri, sepse ti këtu për shembull ose unë jemi me një femi, kemi një reputacion, një femi sikurse atje janë të gjithë barabartë dhe kjo është e bukur. E njofte veten? Po e njofa veten dhe dola me një... Jam krenar për veten time. Jam shumë krenar dhe kur merr një vlerësim nga njerëzit e jashtëm, nga ata që të rrethojnë, ajo që të bën krenar, se mund thuash sa duash, jam i mirë, si mua s'ka, po kjo kalon në nivele tjera, kurse kur vlerësoj njerëzit, ajo është e bukur. Edhe unë të kam vlerësuar shumë për qetësinë dhe kulturën që ke treguar aty brenda. Falenderoj shumë, dhe ajo është pjesa më e bukur dhe ndonjëherë them pse s'neta pak më shumë për të gjithë ata njerëz që më kanë ndaluar, më kanë shkruar që të jepi atë mesazh cilësie, sepse gjithmonë ne nga jugu njihemi për kokë nxehtë ose pak arrogant, por ata që kanë ka dhe kështu, ka dhe është mirë. Mjafton që ti e ke njoft veten, edhe besoj ke marrë mësim. Po mësim kemi marrë shumë në jetë, po aty ishte një rikonfirmim i asaj që mësim kemi marrë shumë në jetë. Po shumë mësim kemi marrë në jetë. Na thuaj disa mësime që ke marrë në jetë. Po unë kam patur pak dinamike jetën sepse kam ikur në Itali, domethënë nga Shqipëria kam bërë shkollën atje. Pastaj ndrova përsëri një qytet tjetër, fillova masterin, punova, u formova dhe nga atje u shpërngula erdha në Shqipëri, në Tiranë dhe fillova përsëri nga zero. Dhe këto janë pak të lodhshme, janë pak duan sakrifica të mëdha që të arrish të ndërtosh jetën gjithmonë nga zero. Me që folën për mësimet, dua të prek pak zhgënjimet. Sa herë je zhgënjur në jetë? Po jemi zhgënjur, po ajo që më bën mua që nuk i mendoj më që i kam falur. Dhe këto zhgënjime, nëse ti i pranon dhe i fal veten dhe më shumë veten e ke sfidën që mos qetëson shpirtin tënd. Po, që këto mos të gërvishin, sepse kjo është kur ke zhgënjime, ato do të turbullojnë. Nëse ti i pranon dhe thua ky është një mësim, ta lëm të ikim dhe ta marrësh me qetësi, aty është më e bukur. Cili është zhgënjimi më i madh që ke marrë në jetë? Po nuk se kam marrë ndonjëherë zgënjime nga ana profesionale ose nga ato sakrifica që një ka vënë qëllim. Ndoshta nga ana emocionale kam marrë zgënjime dhe ato më kanë mësuar që mos të gaboj. Zgënjimet emocionale, ato të zemrës, ato janë të zgënjim shumë. Çfarë mësova? Mësova që njeriu kur ka diçka, këto red flag ose këto sinjale që të vinë që të bezdisin, duhet ti stopoj, të reflektoj dhe thotë, a bën për mua kjo gjë, a duhet ecë si para unë, sepse sa më e thellë është ajo rruga që ti bën, sa më e gjatë është, aq më i vështirë do të kthehemi. Kështu që dhe ti po je në një rrugtim të tillë, duhet ta mendosh mirë dhe ta stoposh. Nëse nuk është e duhur, mos të bësh më shumë gjatë. Kjo ishte një këshill shumë e mirë dhe e vlefshme për mua. Sidomos nga ty që pas ke eksperiencë nga zhgënjimi. Po gjithë kemi eksperiencë, po duhet të mësojmë nga eksperienca. Edhe kur shkojmë bëjmë një master ose një diçka dhe ai docenti aty eksperiencën e tij ndan me ty. Dhe ai eksperiencë është e vlefshme dhe ne e marrim të gatshme. Ti ke 2 fëmijë. Po është krijesat më të bukura që kam në jetë dhe ata që më përmbushin mua. Ka më bukur? Çfarë u thua fëmijëve tuaj çdo ditë? Unë nuk u them, thjesht u ri pranë dhe i këshilloj ose bashkëbisedoj që ata ta provojnë vetë jetën dhe ato gjëra që bëjnë gabime, sado që janë të vegjël, ti ken dhe unë të jem mbështetja atyre dhe ai vendi ku ata të gjejnë atë folen e ngrohtë që ta kenë si piknisje
jo ti kritikosh ose ti qortosh, po të vinë dhe aty të ngjejnë këshillin që u duhet. Cila është këshilla që u jep çdo ditë ose më së shumti? Ata janë pak të vegjël tani që unë ti them ato që mendoj, po është të shijojnë fëmijërinë. Kupton? Domethënë të marrin ngarkesën për moshën që kanë. Se ndonjëherë prindit përpiqen dhe japin ngarkesa më të mëdha se ç'duhet fëmijës, i bëjnë të vrapojnë me dinamika, por të shijojnë jetën. Do kenë kohë të punojnë, të sakrifikojnë, se jeta është e gjatë apo jo. Po. Tani unë do të bëj diçka, një pyetje. Po. Është përfolur për ndarja. Të ndari. Ndarja jote me ish bashkëshorten. Po ka kaluar shumë vite, është haruar tani. Mund na flasësh pak? Po që të them tani se nuk gjërat që janë aq të kanë kaluar shumë vite janë haruar, se ka kaluar 6 vjet. Po është marrëdhënie shumë e mirë për fëmijët edhe ne kemi respektin atyre viteve dhe bashkëpunojmë shumë mirë që fëmijët jenë sa më të qetë dhe sa më të shëndetshëm. Ana psikologjike, fizike dhe ne jemi gjithmonë aty. Dhe këtu kushtoj të gjithëve atyre që ndodhin situata të tilla që t'i lënë më janë egon, tekat, inatet dhe t'i japin atë kujdesin që kanë fëmijët. E shkon me vune siklet me këtë. Bravo, më pëlqen. Po fëmijëria jote si ka qenë? Po si ka qenë ku dale pak se kur po flisja për fëmijërinë se më mund para ca ditësh. Po ishim një emision që flisim. Fëmija ka qenë, siç ka qenë aty, ka qenë pak me sakrifica, nuk kam jetuar atë fëmijërinë siç doja, sepse gjithmonë sapo e thash, jepeshin punë më të mëdha se mosha që duhet patur. Dhe duke dhënë ngarkesa më të mëdha, e djeg fëmijërinë, kështu që nëse do t'i thosha diçka babait tim, të thosha që ky është gabimi që ke bërë, që ke dhënë më shumë ngarkesë se ç'duhet një fëmijë, po ashtu kanë qenë pak kohë atëherë, ka qenë stresi më i madh, ngarkesat psikofizike, jo tranzicioni, jo Shqipëria se ti je me re, ka qenë një periudhë vështirë ekonomike. Emigracioni. Cila ka qenë ëndra jote më e madhe dhe a e ke realizuar? Po ëndra nuk është se kam rendur pas ëndrave, po kam dashur që të krijoja diçka timen. Në të krijoja një punë që të kisha ato mundësitë e mia ekonomike që mos limitohesha në zgjedhjet që të bëja. Dhe mendoj se kam arritur në këtë pikë që jam, që çka kam dëshirë që të bëj, e bëj. Nuk limitohem. Por arrin një moshë që nuk të përmbush ajo pjesa ekonomike, po është pjesa shpirtërore, ndjesitë që t'japin. Je i përmbushur? Mendoj se po. Kam punuar për të gjë që ato mangësitë që kam ti gjete vetvetja, jo ti kërkoj te diku tjetër. Gjithmonë çdo gjë fillon nga vetja, jo gjithmonë kërkojmë zhgënjimet, dështimet, nuk ne ka asnjëri fajin, po gjithmonë vetja jonë është ajo që duhet ti para mendoj dhe ti çoj në akt që të zhvillohesh sa më mirë. Kështu që asnjëherë mos kërkojmë zhgënjimet e dikush tjetër. Mos e ti shkarkojmë. Si pjesa më e madhe kështu bën. Dua të di sa herë dashuron njeriu. Si mendon ti? Njeriu dashuron shumë herë mendoj, sepse është me faza jeta dhe dashuria ndryshon. Nuk është njësoj adoleshenca, se tani fillojnë ato pëlqimet e para 13-14 vjeç. Po është ndryshe ajo pëlqimet e para, është ndryshe 20-30, 30-40, 40, kështu që njeriu dashuron me faza ose gjë më e bukur është kur dashuron një njerëz dhe gjithë jetën. Por gjë më e bukur është kur zhvillohen të dy njësoj, sepse prandaj ndodhin dhe pastaj përplasjet dhe bursliqet. Se njëri zhvillohet më shumë, njëri zhvillohet më pak dhe aty fillojnë dhe nuk kuptohen por gjë më e bukur është ka më bukur të dashurosh një herë me njëri të zhvillohesh, të kesh histori, eksperjenca, zhvillim dhe ti kesh ato që kur të vesh aty drejt fundit ti ndash, ti kujtosh edhe kjo është dashuria e vërtetë. Ti je i dashuruar? Jo, unë jam shumë mirë tani me veten time dhe po përpiqem të dua veten time që të kem mundësi pastaj që të gjej atë dashurinë që duhet. Do të thonë je në kërkim të një dashurie? Nuk jam fare në kërkim. Nuk dua të kërkoj. Dua të ri rehat. Je rehat? Dua, po. Pse mendon si je rehat? Po më jam rehat sepse s'kam qenë asnjëherë vetëm edhe po voj këtë ndjesinë të qenurit vetë. Që ku kam qenë në moshë të vogël,
Kam filluar lidhje që 16 vjeç, pastaj kam një ofruar marrë fëmijëve, pastaj ndau dhe kam patur lidhje gjithmonë. Kurse është e parë që po ri kaq shumë kohë vetëm. Sa kohë? Po kam shumë, 8 muaj. Shumë paska. Po tani duhet të shërohet një plak që ka kaluar, edhe prandaj mund të quhesh për me veten. Do me thonë që kemi një plak të hapur. Jo, nuk ka asnjë plak, jam e bëj gjumin aq mirë edhe nuk kam probleme, bëj ato gjërat e mia me të qetë, dhe kur kam kohë të lirë lexoj një libër ose shkoj bëj një udhëtim, mbledh familjen, prindrit, të gjithë atë familjen e prindërve të mi, sepse ajo është familja e prindërve të mi dhe atë familjen time, motrën, vllajin, edhe shkojmë bëjmë një udhëtim tani. Edhe kjo është që të ndrosh i qetë që mos kesh njëri që të stresoj. Thej që lexojnë një libër. Çfarë librash lexon? Po i kam të ndryshëm, kam zhvillim personal, kam romane, nuk është histori, libra me histori më pëlqejnë shumë. I kam të ndryshëm, nuk është se të fokusohem. Edhe udhtoj shumë. Të pëlqejnë udhtimat? Po, udhtimet e fundit që kam bërë isha në Filipine. Të pëlqeu? Ishte një prallë që të bësh këto udhëtime, sepse nuk janë dhe shumë të shtrenjta, është më lirë se të vesh në jug, që ta dish, se mos më shtrenjtë është bileta që të koston, kurse kur shkon atje për shembull është €1 bira dhe ndjesh i pasur atje, ndjesh riç, se mund të bësh çfarë të duash, është shumë lirë. Dhe kam qenë në Maldive me fëmijët. Dhe pastaj isha te ferma. Sa kohë shpenzon me fëmijët? Gjithkohën që kam mundësi ta shpenzoj me ta, ta kaloj. Në çdo fundjavë, të shtunë, të diel, të premte, tani që jam pushim, çdo kohë të lirë që kam me ata e shpenzoj. Si është dita jote? Dita ime është zgjerë në mëngjes edhe kam atë rutinën që dua të ri me veten. Kafen duhet ta pi vetëm, sepse mendoj për ditën, si duhet të ecojë ditës. Se kur vjen njëri, njerëzit janë pak të ngarkuar dhe duan të shkarkojnë në mëngjes, kurse kur je vetëm e pi kafen me qetë dhe mendon. Ose mund të zgjohem dhe shkojmë në palestër, e diferencoj, ose shkojnë në mëngjes në palestër, ose shkojnë në darkë. Pastaj futem në punë orën 9, 9:30 dhe dal në orën 7:30 nga puna. Është një ditë pak e ngjeshur dhe pak ndoshta është monotone për disa, po jo, unë kam pasion në punën që bëj. Ti je fizioterapist? Po, jam fizioterapist dhe jemi një klinikë, jemi shumë fizioterapistë aty. Dhe është pak imperative sepse të do të fokusuar nga ana psikologjike dhe fizike. Se gjithmonë një pacienti duhet të kalosh nga mendja, duhet të fitosh besimin, pastaj të arrish të japësh atë kurën që duhet. Dhe darka është ose palestër, ose një shëtitje nga liqeni, ose po zakonisht është gjumë. Do me thënë një tip i qetë. Po përpiqem që të ruaj qetësinë, sepse po vrapoj me dinamika, nuk do fokusohesh dot te puna dhe të heqin këto. Dhe kjo kohë që për mua ka qenë për shembull emisione, ka qenë ferma, ka qenë shumë intervista, më kanë lodhur dhe më kanë hequr fokusin nga puna. Okej, tani dua të di cilat do jenë planet e tua në vijim. Çfarë planesh ke? Po plani im tani është kaloj një verë të qetë. Ku do ta kalosh verën? Këtu do shkoj në Turqi, për shembull, kam një shoqëri shumë të madhe dhe jemi rreth 30 veta, 35 veta që bëhemi. Kemi një komunitet shumë të madh shoqëri që ne kemi nitur fëmijë bashkë, dhe jemi disa familje. Dhe kemi prej 6-7 vjetësh që neve rritemi bashkë, zhvillohemi bashkë, ku është pjesë dhe Ermal Mamashi. Atë kemi kryetarin e grupit dhe gjithmonë udhtojmë, kalojmë kohën edhe do shkojmë në Turqi me ata, pas Turqisë pastaj do bëj një udhtim vetëm, do shkojmë në Mykonos dhe në Paros. Vetëm? Po jemi grup shoqëri, jemi 4-5 veta. Unë me djalin e hallës, një shoqe, një shok tjetër, jemi mix. Dhe thamë të shkojmë mirë se s'kemi qenë ndonjëherë në Mykonos, ta shikojmë pak të. Edhe planet e verës i morën vesh? Me kë do jesh, si do jesh, ku do ikësh? Po do na shikosh në Instagram në këto storit. Po në një format televiziv tjetër do të shikojmë? Po se di tani se kur futesh në këto formate të kap më herë ajo inati dhe unë ndoshta që futa kështu sot nesër pa menduar, po unë jap një këshill që ata që futen nuk do të futen asnjëherë në mes të lojës, sepse
ti fillosh mes lojës dhe nuk e merr seriozisht dhe janë formuar dinamikat, po kur ja ti e brenda ndryshon çdo gjë dhe do që të rëmben loja, të kapi nati, do që të ecësh dhe kur është formuar ajo është shumë e vështirë dhe çdo njeri do ta fillojë nga fillimi. Se di tani ndoshta mund të bëj një format tjetër, meqense kjo nuk më het si që futa në mes të shikoj një format që fillon nga fillimi. Çofim, po më mbush mendja. Po të mbush mendja se më qef nuk e ka. Po du ta marr seriozisht dhe duhet ta takoj mendjen që dua ta bëj. Atë do të shkosh për fitore. Unë gjithmonë në jetë çdo gjë që kam bërë jam përpjekur, kam shpirtin e garës që dua ta fitoj. Asnjëherë s'koj për të humbur. Dhe ti dhe mund të humbasësh ose po nëse ti je përpjekur me veten tënde dhe je me ndërgjegje të plot që kam bërë maksimumin, një fitore është. Sepse kësaj radhe për mua nuk ose si fitore ishte fitore emocionale, po nuk mora atë fitoren që more fitoren më të madhe që njohte vetëm. E pe vetëm në disa dimensione. Do doja të kisha zgjatur pak më shumë, se kisha shumë gjëra për treguar. Ka të tjerë dhe uroj të shohim sa më shpejt. Si të duka, se duka se interesante apo jo, unë të thash. Ma bëj komplimentin, po. Jo, ta thash. Do kisha dashur që të vazhdoja më shumë. Po, do kisha dashur, por do doja që të shoh në një kompeticion tjetër, që në ditën e parë. Ai miku im po më thotë që duhet të bësh atë kompeticion, më thotë. Që mendon ti? Kismet të shohim. Gjithsesi, sukses do kesh. Po si ti ndonjëherë se po shkon ndonjëherë dhe bëtem atë mendje madhsin, siç vajti ish miku im i liri dhe ai ishte. Pse ish miku yt? Po s'është më miku im tani sepse nuk u soll mirë, nuk e tregoi atë. Me kë nuk u soll mirë? Po me ty. Po. Pse të shpatët? Po nuk ke pasur më kontakt me Ilirin? Jo, nuk do kem. Sepse njeriu tregon dhe vlera, tregon në një lloj tregon i sinqert. Ne jemi miq, këtu jemi loj, ti jo të kthehet të buzëqesh për qafonin dhe këtë nga ana tjetër nuk i kam qejf këto gjëra, si kam bërë jetën time dhe siç nuk i bëj, nuk dua që të më bëjnë. Më pëlqen. Kjo është shumë e mirë. Tani për mbyllje të kësaj bisede, do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë mbështetësit e tu që të kanë mbështet gjatë rrugtimit. I falenderoj shumë për ato mesazhet që më kanë dhënë, për ato përshëndetjet që më ndalojnë akoma në rrugë dhe më thonë që sa njeri mirë që je, sa baba i mirë që je dhe ju falenderoj pa mas. I don? Po kur dëgjoj ato fjalë vërtet prekem edhe them, ore, unë nuk kam bërë në një gjë, s'kam bërë në një shpikje aty. Edhe kur ti thon këto, bravo, shikoj tani time njësoj siç jam jetën e përditshme isha aty. Dhe kjo është ajo që më pëlqen që që nga njeri i mirë. Ke treguar vlera të mira pra. Po. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit Vibe. Faleminderit. Dhe shpresoj të të shikojmë sa më lart dhe të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit edhe juve, shkëlqefshi. Pse nuk shkëlqejmë ne? Po sa më shumë se ai shkëlqimi mos të jetë si me motora, po të shkoj gjithmonë. Se kemi çik shkëlqim? Po kemi shumë. Kemi shkëlqim? Po të keni dhe më shumë. Po jo, mos ka ku shkon më shumë se verbojnë njerëzit pastaj. Jo, nëse i çon limite vetes është gabim. Gjithmonë duhet të mendosh për më shumë. Për më shumë, për më lart. Se njeriu ndonjëherë vendos një limit edhe ngelet aty. Gjithmonë do ta manifestosh dhe të kërkosh gjithmonë që ka gjithmonë më lart. Falenderoj. Falenderit juve.